Për herë të parë në WTF Show do të kemi të ftuar në episodin e sotëm një çift. Njëri është këngëtar, mjaft i njohur, tjetra është moderatore. Të dy kanë qenë pjesë të këtij edicioni të Big Brother. Jemi shumë të lumtur sot që kemi të ftuar Tirin dhe Krisen. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Publiku në studio ka aploditje. Është shumë kënaqësi në fakt të shikosh nga afër një çift kaq karizmatik dhe të bukur. Po njerëzit janë pak kurioz të dinë se si ka nisur marrëdhënia juaj, se keni qenë pak larg syrit të publikut. Ai do variantin tim apo të Krisës? Të dyve, prandaj ju kemi ftuar të dyve. Ta nisëm me gjithë të ftova e parë. Shiko, Tirin e kam ftuar unë tek programi im. Gjatë kohës që ne kemi punuar të dy në RTS dhe unë sapo kisha filluar same edhe Tiri, po në atë kohë Tiri ishte edhe pjesëmarrës në festivalin e 62 të këngës. Dhe unë si për ta pasur më të lehtë për të marrë dhe të ftuarit në RTS, sepse sa po kisha nisur edhe programin, e nisa me konkurrentët pjesëmarrësit e festivalit. Dhe njëri nga ata ishte Tiri, që i cili e pranoi më një herë ftesën në fakt. Po, dhe kur e ftova, na ndodhi një situatë. Unë e bëja programin me regjistrim. Dhe Tiri u detyrua të priste pak, nuk ka pritur një orë, jo, se maksimum 20 pak minuta ke pritur, s'ke pritur më shumë. Ai kishte mbërritur dhe unë gjitëm lart në regji, edhe i them 2 minuta erdha, zbres poshtë dhe kur vi për ta takuar i them më fal që të lash të presësh, dhe kjo që ja jep. Ama ta si ju tha këto emisionet me regjistrim, ta kshu i keni tha, na lini të presim një orë, domethënë na thonin në orën 2, fillonin në orën 3. Edhe unë më pak acaruar, pra. Dhe unë me mendjen time po thoja zot sa mendje madh që nga ky. Po ndërkohë në mendjen time po thoja zot sa mendje madh që ka kjo. Që më la të priste gjysore këtu. S'ka qenë pritja ja vleti. Po nuk ka qenë dashuri me shikim të parë, pra kur e pat njëri tjetrin, pat ndonjë feeling apo ishte thjesht ai acarimi atij momenti? Pas atij momenti, pra gjatë kohës që po bëj intervista, pati një lloj kështu vibe. Që mua ma tha në kufje regjisoria ime. Po, se kjo se kishte kuptuar. Shiko, jo, unë thjesht po vazhdoja bisedën, intervistën normalisht, isha edhe në fillimet e mia dhe të vetmi shqetësim që kisha ishte që intervista të shkonte mirë, e kupton? Dhe po e shikoja që po shkonte mirë dhe ky sikur u qetësua pak, se në fillim dhe ato pyetjet e para kanë bërë çik me siklet, duke marrë parasysh vibe-in që më dha, thashë po bos do jetë ky tani. Por Sara në kufje më thoshte që mo ju të dy çfarë po bëni, e kupton? Dhe unë që po rjam veten time po thoja çfarë po bëjmë. Ishte hapa para. E ku se mori hapin e radhës pastaj për të flirtuar ndoshta në një ndër provat e mia në radio televizion. Po, më urove fillimisht. Hajde dëgjoj këngën, edhe tha patjetër do vi dëgjoj. Tani thotë që unë shkova dëgjova dhe këngët e tjera. Jo, unë kam thënë do viti dëgjoj të gjitha. Shiko si ishte. Doli lajmërimi që unë isha një ndër prezantueset e festivalit atë vit. Më thënë, në fakt pas intervistës unë dhe Tiri nuk e patëm më kontakt. Ja, po lajmërimi doli mbrapa. Po pra, dhe nuk patëm. Jo. Se ndani mirë domethënë se. Më ke. Ka fillimisht me gjukëngën, më pas ke marrë Artemisa i futur në sherr. Jo, mos e ngatro këtë, jemi takuar në korridor, kam qenë tek emisioni e Elonës. Madje dhe jemi takuar aty sepse ti kishe filluar podcastin dhe murove live. Pastaj Krista ka memoria më të mirë. Unë kam memorien zhiv. E kam zhiv memorie. Ky ngatro pak gjërat. Unë kam kështu. Nuk është se përbën ai detaj kjo, nuk është. Cila është një gjë që pëlqeni më shumë tek njëri tjetri dhe një gjë që e pëlqeni më pak? Tiri? Të nisim atë që pëlqen më pak. Nisim atë që ta rregullosh në fund. Është çik shumë addicted ndaj telefonit, së fundmi, me thënë drejtën. Jemi gjithë kohës. Nuk më pëlqen kjo gjë. Gjë tjetër jo, nuk ka fuar tani kjo gjë, se s'e ka pasur ta dini. Po, gjë tjetër nuk është se ka, se me ha që bëjmë çik me nerva shpejt. Me mirat e me të qija dhe më dhe pëlqej ashtu që është. Shiko, addiktit pas telefonit, po u bëre viral nga videot e Krisit në TikTok, do me thëmë video 1 milion plus. Po, janë ide që i sillin bashk. Kur diskutojmë videot, patjetër ne ulemi bashk, diskutojmë bashk, i aranxojmë bashk. Pastaj mbrapa fillon. Po, dhe ti je shumë pro këtyre videove të fani dhe situatave. Ka qenë një moment që po e tregoj tani, kam gënjy. I kam thënë që videon pasi postohet duhet lënë gjysmë ore, nuk duhet parë. Në atë mënyrë tash më shumë klikime. Çfarë thua ti dhe mbyll. Realisht edhe nëse ka qenë gënjeshtër ka rezultuar e vërtetë fakt. Po, kam dëgjuar edhe unë këtë që TikToku po funksionon kjo që duhet të dalësh nga api në mënyrë që ai të nxjerrë njoftime që ti të hysh sërish. Okej, nice kjo gjë. Ndërsa unë tek Tiri shiko, ka Pritse nuk thash çam pëlqen, apo? Aha, do ta thuash çam të pëlqen. Gjëra që më pëlqen te Krisa, që është shumë e këmbëtok,
Më pëlqen fakti që është ka energji shumë të mirë, është gjithmonë e qeshur, më rregullon gjithmonë ditën. Po edhe me ato nervat e veta, prap më Nuk besoj se qetëson me nerva. Jo, më si më thënë, më Para 10 minuta shumë. Më pëlqen më të mirë dhe më të qetë realisht. Pse u zut para 10 minutash? Më kot thjesht muhabet parkimi. Nga këto muhabete që përfundon pastaj komisaria. Po, jo, dhe këto zënga tona I kemi shumë të shkurtra. Se unë me makinën të më thënë jam çik praktik, normalisht si çdo mashkull shqiptar. Kur du në pimi kafe të shpejt, le me I ven aty sa me pjetë e kafe dhe kaq. Krisa jo, unë se do le të do të sigurohet që është vend adekuat për parkuar makinën. Krista ti? Çfarë pëlqen dhe Ndërsa unë, çfarë nuk pëlqej tek Tiri? Shiko, nuk është se ka diçka, mbase më përpara thoja ajo natyra ti e qet ndonjëherë më. Më vërtet tash. Po prit më ta them pra. Ajo natyra ti e qet ndonjëherë, mbase nga që unë jam ekspresive dhe në ca situata nga që ky është shumë I qetë, dhe them, ore si është robi kaq I qetë, domethënë duhet të qetësohet ndonjëherë. Por jo bën mirë që është kështu. Nuk është se kam diçka, ndonjëherë që përton kështu për gjëra që mua më acaron nervat, që s'duhet përtoj për këtë, duhet çohet ta bëj. Ndërsa pastaj për gjërat që më pëlqen është që është shumë fani. Po për çfarë përtojë një herë, një sekondë. Hajde pra Se e kam gjuhë. E kam gjuhë dhe herë tjetër. Jeni çobani. E kam gjuhë dhe herë tjetër për thonë, e kam gjuhë, është herë dy qethu të gjithë. Për çfarë pruar, e këtë Përtoj për çfarë për shkak, më thuaj rast. Për çfarë, shikoj, jo që je për tat, se s'do të thotë kjo gjë, por në situatat në ndërtem të bëjmë diçka, për shembull, që je pak neglizhent në këtë gjë. Po video po aty. Fjala e dur neglizhent. Fjala e dur, jo për tat, neglizhent. Pastaj për gjërat e bukura që është fani, është I qeshur tërkohës, përpiqet ta kthejë situatën shpeshherë në humor, është shumë I zgjuar, më ka ndihmuar realisht shumë në shumë gjëra dhe është kështu, si libër. Kush e do më shumë tjetrën? Këtu duhet të vini dakord të dy bashkë. E lëm 50-50. Smatet dashuria, si mund ta. Po unë mendoj që ndjehet kur dikush ka një çik më shumë afeksion ndaj tjetrit. Nuk e besoj, jo, shiko, domethënë dikush mund të jetë më shumë I dhënë mbase, po jo nuk do të thotë detyrimisht që dashuron më shumë. Se është me natyra të qeta. Fillimisht kam qenë unë më shumë I dhënë, me thënë drejtë. Si gjithë çunat që sa ti bëjmë për vetë. Pastaj halër emra ata, shpia ke shtëpia. Jo, po tani nuk është se ka rënë në nivel interesit nga ana ime, po është shtuar niveli interesit nga ana Krisës. Se kam që pak skeptike në fillimet e mia, me thënë të drejtën. Sa e vështirë ka qenë që ta mbani lidhjen larg syrit të publikut, se të dy jeni personazhe të njohur. E bukura është që Në mirë që mbajtëm sekret, për trekom gjithë botës. Po pra, e bë të madh. Para se të futeshim big, domethënë kemi qenë që kohë sot kujdesshëm, ku po shkojmë, ku po dalim, se mos na shohin njerëz. Edhe çik për arsye pune, jo për arsye se nuk donin për shembull Krisa në fillimet tona ka pas punuar akoma në televizion, domethënë. Nuk doja që të ishin këto llafe që qarkullonin, pa çka se filluan të dilni. Po nuk ishte asgjë konkrete. Për shembull, Gerek Xhari që ishte big ka pas punuar në televizion bashkë me ne. Kishte dëgjuar, po nuk kishte të sigurt, ndaj dhe nuk foli aty brenda. Kështu që fillimisht e kishim shumë të shenjtë, domethënë donim ta marrim vetëm për vete derisa flaset. Po, ja plasë mirë. A jeni penduar që në atë lojë u futët çift, mos do ishte më mirë kur e menduat më pas që të ishit futur tek apo ju eci loja dhe ashtu në çift? Jo, nuk mendoj. Domethënë në rast se do futeshim since day one, pra që ditën e parë, mendoj që mbase do ishte më mirë sikur të futeshim vetëm mbase për arsye të lojës, flas. Po jo, në atë pikë që ishte loja, e menduam, e rimenduam, dhe thamë që po është më mirë të futemi bashkë. Po, ose mund të ishte diçka më interesante ndryshe nga banorët e tjerë që ishte. Pra e menduat vetë, nuk është se ju shtyu dhe produksioni që të futeshit çift. Jo, produksioni na e bëri ftesën bashkë, pastaj produksioni na e la të hapur, pra si të donë. Si të donë. Po, në momentin që ti Krisa u largove, patë edhe një si thuash reagim në Instagram për rrugtimin që Tiri vazhdoi në Big Brother. Kur Tiri doli, cila ishte gjëja e parë që I the dhe au sqaruat? Jemi sqaruar gjithë natën. Atë natë, po. Shiko, unë e kam thënë edhe në deklaratën time që nuk e hedh poshtë në asnjë moment, edhe e di që e ka bërë për lojë, por prap dyshimet janë se largo zot çfarë ndodh helbete. Bëhet vaki. Por jo, unë sqarova me Tirin dhe Tiri ma tregoi gjithë planin që kishte.
Në fakt mua Livia më dha një mesazh Ta jashtë. themi këtë gjën, po. Qa plani? Më tha që ka një plan. Kaq, nuk e dinte as vetë Livia ç'e plani ishte Livia dhe prandaj se kisha dilte, këtë. se unë e di që të dilte Livia. Kisha një Ndjesi. Ishin dy që nomin, mbase ishin nomin, mund po. dilte Livia. Edhe i dhash një mesazh, i thash këto e Krisës që ki besim ton, it's just a Po. game. Edhe besoja ka dhënë mesazh. Po. Cili ishte plani ti? Dhe aty pastaj u qetësove Krisa kur të erdhi dhe kjo fjalë e Livias? Jo, nuk kam dëshuar në asnjë moment këtë tiri, e dija edhe po t'isha vetëm prap do isha, më thënë edhe po tiri t'ishte vetëm në lojë unë mos përfshesha fare në Big Brother, dhe isha goxha suportuese në lojës së tij. Ndërkohë me që jemi tek reagimet në rrjetet sociale, Tiri ti ke pasur një reagim goxha të fortë në Insta Story lidhur me Xhenetën dhe faktin që ajo shitet për 500 lekë në Dubai. Jo, nuk e kam thënë atë, mos e kish interpretoni këtë gjë. Mund Do ta me thënë, e tillë doli pastaj dhe në Po, media sepse doli e u tillë se exagjerua. i di skupet mediatike, Po dhe në kam trotuar punuar. duke sikur kishte një tension mes jush Kam edhe po punuar debatonit për në- gjestin dhe të Po, dyja kishte qëndrime të ndryshme. vërtet që ti këtu vetëm për gjestin po flet për atë po njihesh, do të thënë shkove deri në finale në Bigun e Kosovës dhe vjen këtu në Shqipëri dhe flet për ishin tënd, mua kjo s'më duket normale. Ajo si duket ky koment, ky opinioni im nuk i pëlqeu dhe reagoi në atë formë. Sa që filloi dhe më përmendi fanset e vetat, ndërkohë fanset e saj mu sulën mua. Unë thjesht i kundër përgjigja, ajo e mori sikur jam zën. Ndërkohë që i kam bërë blok të gjithave se vetëm më bezdisnin me tagje, me ofendime. Po. Gjë që dhe fanset e mia ma kërkuan ta bënin atë gjë dhe nuk e lejova, kështu që është në dorën tonë, nëse ne i lejojmë Si, fansat po. kundër vjen kundrejt Po. personazheve të tjera tjetër. apo jo. Dhe tjetra më ofroi 20 euroshin dhe unë i thash ka në Dubai, në sensin që meqense sapo kishte mbaruar pushimet me çfarë se nuk je për të dhënë opinion këtu, dhe 500 lekë ishte kundër përgjigja e 20 euroshit. A mendonte që Xheneta së fundmi po përdor gjithë këtë situatën me gjestin vetëm për të marrë vëmendje dhe për të rritur karrierën e Mendon saj? ti, po çfarë Ha, pyetësh buk kjo? në kurrizë të Patjetër që tjerëve, po, është bu. kaq. Është e A mendon dukshme, ti, vllazë. domethënë Duket. ç'pun tjetër ka ajo? Ja kanë marrë se kanë ai mendje të ndritur Xheneta edhe presin gjithë shqiptaria të marrin opinionin e Xhenetës. Jo. Jo, Arsyeja është thjesht gjesti, duhet jetë po. hapur të pranoj çdo lloj opinioni, nuk ka pse Patjetër. reagon atë lloj. Po, ndërkohë unë që në momentin që e pash nga jashtë, pra që nuk e kisha ndjekur dhe intervistën, në momentin që pash atë reagim thash pse do me thënë edhe kundër përgjigja duhet jetë po të njëjtit nivel të themi Po, me kete drejt, me fjalën e sepse ta them tjetrit. unë, sepse ai lloj njeriu nuk merr vesh ndryshe. Ai Është lloj ajo njeriu, gjuhë atë komunikimi duhet, që po, duhet komunikosh në atë mënyrë. Unë e kam përjetuar shumë keq mbrapa, unë kam kërkuar të fshihet debate, sepse nuk doja të përfshihesha fare më në këtë lloj historie. Por po të vjetre, kush e ka parë intervistën nga fillimi në fund, kur Nevina thotë që lërini me kaq, unë nuk e zjas më, kur mbas muhabetit të fansave të bisedës që kanë pasur me to. Ajo filloi Vazhdon, pastaj do po. ju jap unë juve 20 euro. Prit pak, hold on a second. Se unë s'ta lejoj këtë gjë, kështu që meqense ti po më flet në këtë lloj forme, atë do të kthehem dhe unë akoma dhe më keq. Kështu që Ajo i prite. ofroi 20 euro, unë i ofrova 7.000 lekë, sa aq kisha në atë periudhë. Bëna story, më Ka që për një krizë. po t'japi 7.000 lekë. Kështu që unë e di që ajo është mësuar që të denigroj gocat, i uli gjithkohë, se mbas në dietë inferiore ja nuk e di ku e ka problemin, po kjo nuk është një mënyrë e mirë se si do ta shisësh veten tënde E në drejt. ekran. Le ta lëm pas Kështu që e lëm të Xhenetën dhe muhabet. pak më parë tha që ju keni shpesh debate me njëri tjetrin dhe zënka të vogla. Sa ka qenë koha më e gjatë që keni ndenjur pa folur? Keni qëndruar pa folur të zënë. Ajo nuk ka qenë zën, ka qenë një periudhë kështu. Pauze. Kind of zën kishte. Kind of. You were on a break? Kind of, we were on a break. Mbasi në një pauzë, Një break. lloj pauze, unë kam pasur një periudhë time një shumë të mirë, mbase për shkak të mbingarkesës së punës, pagjumësisë, bëja 3 emisione njëkohësisht, po ndjesha shumë e lodhur dhe nuk po mundesha të jepja më të marrëdhënia, gjë që po më bënte ndjesha shumë keq. Dhe ka qenë diku te një periudhë rreth një javë maksimumi në gjë. Po kjo s'është me muaj. me mua, kjo që ka shumë Mbas edhe më pak se Mbas një më javë. pak se një javë. Edhe gjatë Nuk atë kemi kohë ndarë. nuk është se rrinim pa komuniku, flisnim. Thjesht ishte pak e ftohtë gjendja, e kupton, kaq, nuk është. Kush e mori hapin e parë për ribashkim në atë moment? Tiri, ë? Tiri shkove me lule, me gjëra, apo me fjalë të? Jo, Ti shkoj fjalë me të drejtën, por që Krisa që ajo pastaj nga ana tjetër që e përmblodhi gjithë gjën edhe tha që po, tani e kam shumë më të qartë gjën edhe u kalua pas. Qartë. Krisa, me që ti përmende pak edhe ngarkesën që ke pasur në punë dhe në televizion, së fundmi kemi parë disa skandale që ka ndodhur në televizionin ku ti ke qenë pjesë prej disa kohësh, edhe Një tjerë ndër gjithashtu. arsye që ador.
Do me thënë si është situata, si qëndron, sepse pushime të her pas hershme të personazheve shumë të njohur, moderatorëve shumë të mirë dhe emisioneve më të klikuara të theme. Dëgjoj, mund ta nisim që kur unë moderoja Ardit Murata mëngjesin, që thjesht Arditi nuk ra dakord për disa pika të kontratës dhe menjëherë ju tha që nëse nuk pranon, okay, nuk na intereson, e kupton? Gjë që Arditi më pas vazhdoj me procedurat e tij, sepse fiks me njëherë ditën tjetër erdhën moderatorët e rinj. Mua mu tha deri një ditë para, pas dite që do jesh ti me një moderator tjetër, me atë që është aktualisht. Më pas u ndryshua, erdhën ata që kanë qenë më parë në këtë lloj forme, thjesht pse ata nuk ishin dakord, Arditi nuk ishte dakord për ato pikat e kontratës. Unë kam marrë vesh shumë gjëra më pas, kam marrë vesh, nuk e di sa të vërteta janë, por to më kanë thënë që ishte vendosur me kohë që ne do iknim. Që në momentin kur drejtoresha aktuale, nuk s'mo ta quajmë drejtorese, nuk është. Që është mori postin e përkohshëm aty, me njëherë filloi ato punët e saja për të ndryshuar gjithë RTS-n që kishte nisur edhe po fillonte edhe po ngrihej dhe emisionet realisht kanë qenë shumë suksesshme. Më pas me mua ajo negocioi që unë do riktheja sërish stacionin Roz. Okej, prita, nuk ma riktheu, më pas patëm një ofertë tjetër për të punuar me Ermalin, gjë që punova me Ermalin deri në dhjetor, më pas mes shumë trazirave, shumë bindjeve, ma ka kthyer 100 herë për të rinisur dhe një herë stacionin janar, në minutë të fundit, unë kisha bërë regjistrimet, ajo ndërkohë thoshte, jo nuk ka për të transmetuar programi kush i tha, ndërkohë që ajo vetë aprovonte këtë gjë. Po ishte një lëmë shumë i madh. Po, një njeri më bipolar sa unë nuk di, domethënë, mënyra se si ajo i kthente sot për nesër, sot për sot. Po, dhe tashmë ka ardhur momenti që të reagojnë të gjithë, por reagoj dhe unë. Një ndër arsye pse jam larguar nga RTS-ja, përveç Bigut që më erdhi kjo ofertë tash, it's a sign. E kupton, shishej që unë duhet largohem nga tu sepse ishte bërë një ambient toksik, një ambient që unë nuk po ndjeja më siguri në punën që unë po bëja. Po punën e RTS si punë shteti. Po pra. Po pak shtetërore është ajo. Shtetërore është, po ti nuk mund ti heqësh njerëzit në atë lloj forme. E kupton, domethënë dhe unë atë kam pasur edhe ajo ka qenë një periudhë shumë e keqe për mua dhe tjerë e din sepse ngela nuk as misha shpesh, nuk dija do isha. Po, edhe nuk dija se çfarë të bëja, sepse këtej të mbante me gajret kur thon, edhe këtej pastaj vetëm kur të kishte nxjerr flak në rrugë. Dhe jeni në gjyq tashmë? Jo, nuk jam në gjyq. Unë regjistrova 2 puntata të stacionit që i transmetova sepse xha do filloja, më pas kur erdhi oferta e Bigut, ndërkohë që unë edhe ato 2 puntata të tjera i di shumë mirë, i kam nisur dhe i kam bërë, domethënë 100 herë ma ka kthyer atë datën e transmetimit. Sa ishte edhe me të ftuarit, zot na falu fliqëm, realisht, se i thoja datën ku të transmetohet dhe ndodhte komplet e kundërta. Janë këto metoda tipike të vjetra të nuk e di këtë periudhe që të bëjnë këto lloj numrash që të ndryshojnë datën, tulin pak çmimin. Po kanë çmimin, moshën gazetare. Moshën gazetare, edhe unë se po flas mbase në emër të Ermalit, mora vesh tentuan i hoqi publikun, i hoqi një gazetare, pra si që të një mënyrë sabotazhi. Po, që ti ikësh ti nga puna, jo të të pushojnë, që mos ken arsye që ta hedh në gjyqje, kupton? Ndërsa Ardit Murata ndonjëherë ka çuar në spak. Po ndërkohë, pse nuk keni mbledhur pra të gjithë prezantuesit se dhe Lona që tashmë punon në Andal është larguar, Ermali po, Alban Dudushi, Bledi Strakosha, pse nuk mblidheni të gjithë bashkë, se mbase shumë veta bashkë kanë një zë shumë më të fuqishëm se sa secili individualisht. Kam përshtypjen, aty duke qenë si ishte edhe një kaos e gjatë periudhës që kjo po i bënte këto ndryshime, këto rrëmuja, ishte hapur dhe kandidatura për drejtorin e ri, kështu që xha po thonim kjo do hiki, do vijë tjetri, do ndryshojnë gjërat, e kupton, por nuk ndryshuan kur. Unë për fat mirë edhe u largova mbase për diçka më mirë që më rezultoi më mirë realisht. Më vjen shumë keq që u largova në atë lloj forme, sepse nisa aty edhe paktën drejtori i mëparshëm që ishte zoti Alfred Peza na dha mundësinë të gjithëve, qoftë mua, qoftë Elonës, Ermalit, të gjithëve, pra që ne të jepnim më të mirën tonë dhe të kishim programet goxha të bukura në RTS, sepse ai realisht tentoi ta ringrinte. Nuk do riktheheshe pra në këtë moment në radio televizion. Jo, nuk do rikthehesha. Sidomos me atë person që është aty, jo. Cili është një projekt i radhës, Krista, në televizion? Le të shohim pak nga ardhmja tani ta lëmë RTS-n pas. Kam në mendje disa gjëra, kam një projekt që përpiqem ta realizoj, ti diçka ndryshe, e bukur,
mund të themi mbase mund të jetë jashtë në terren. Në cilin kanal televiziv? Këtë se dim. Endes nuk mund të flasim. Pra po ndërton projektin dhe pastaj të bëj propozime. Është një ide shumë e veçantë, gjë që nuk është parë në Po Shqipëri. si u tregoj dot. Gjë që nuk është parë në Shqipëri. Dërgo